cilat janë ngritur akuzat që kanë ndodhur në dhe rreth qendrave të ndalimit në Kosovë dhe në pjesë të veriut të Shqipërisë. Të secila prej këtyre vendeve të ndalimit përfaqësohet nga një pikë zezë në hartën që paraqitet në ekran. Këto diapozitiva janë për të shfaqur për publikun, përveç nëse them ndryshe. Vendet që paraqiten në ekran janë vendet ku viktimat në këtë çështje janë përsekutuar, burgosur, arrestuar në mënyrë ilegale, të paligjshme dhe arbitrare dhe mbajtur të ndaluar. Janë nënshtruar akteve çnjerëzore, trajtimi mizor, torturës, janë zhdukur dhe vrarë. Imazhi që keni përpara tani pasqyron dhe përshkruan 437 incidente për cilat janë ngritur akuzat të ndalimit, të cilat kanë ndodhur midis prillit 98 dhe gushtit 99. Secili incident përfaqësohet nga një pikë e ngjyrës blu në afërsi të vendit të ndalimit, ndërsa numri që kam vënë përfshin persona të ndaluar në vende të ndryshme, siç e kemi shënuar në pjesën A të akta akuzës. Ky është numri minimum për sa i takon incidenteve. Pjesa më e madhe e viktimave ishin civilë që nuk merrnin pjesë në konfliktin armatosur në kohën e arrestimit të tyre, siç ishte qartë nga formulimi i qartë i termave të përdorur në 14.1 i ligjit, i cili pasqyron nenin e përbashkët 3.1 të konventeve të Gjenevës, zbatohet ndaj gjithë personave që nuk marrin pjesë aktive në konfliktin e armatosur në gjitha rrethanat dhe pa asnjë dallim me ndikim negativ. Kjo përrjedhoi përfshin antarët e ndaluar të forcave kundërshtare dhe antarët e vetë grupit në fjalë. Lidhur me këtë, ju referoj për shembull tek paragrafi 7.1 dhe 7.2 të aktgjykimit në çështjen Mustafa dhe paragrafi 5.4.7 të komentarit të Komitetit të Kryqëzimit Ndërkombëtar ndaj konventës së parë të Gjenevës. Pikat të ngjyrë blu në ekran përfaqësojnë bujq, mësues, biznesmen, pensionist, ata që rrinin me serbet, ata që kishin punuar apo vazhdonin të punonin në organe të ndërmarrjes shtetërore me qëllim që të fitonin të jetonin në kohë të vështira. Ata që nuk u bashkuan me UÇK-n apo që nuk kontribuan në mënyrë aktive për UÇK-n, ata që mbështetin UÇK-n, ata që akuzoheshin si spion apo bashkëpunëtor, shpesh akuzë bazuar në thashëtheme të pa bazuara dhe të përgjithshme dhe spekulime. Shqiptar të Kosovës, serb, rom, malazez, bosnjak, maqedonës, burra, gra dhe fëmijë. Në fakt, individët, liria të cilëve u hoq përmes sjelljes së të akuzuarve, vinin nga profesionet të ndryshme, por siç e keni lexuar në dosjen tonë, padyshim të nderuar gjykatës, siç i keni pranuar dhe keni vlerësuar provat gjatë gjykimit, ju keni bërë dallimin dhe keni parë se shënjestrimi dhe keqtrajtimi këtyre viktimave nga pjesëtarët e antarët të UÇK-s nën komandën dhe kontrollin e të akuzuarve bëhen sipas një praktikave të ngjashme. Dhe siç e dëgjuat më herët, kundërshtarët u identifikuan nga pjesëtarët e UÇK-s, përfshirën në shërbimet e zbulimit dhe policia ushtarake. Emrat e shumët prej atyre që u arrestuan, u mbajtën të ndaluar, u morën në pyetje, u rrahën, u vranë, u zhduken, mund të gjenden në shënimet që janë marrë nga antarët e UÇK-s. Këto shënime përmbajnë shpesh hollësi, siç janë viktimat e mundshme, lëvizjet e viktimave të mundshme dhe shënimet mbi ta, flet arrestimet për ta dhe arrestimet e tyre. Për shembull, ju referoj të faqja 7 e prova 7.5, faqe e cila është në ekran tani që nuk duhet të shfaqet për publikun. Ju njihni do të identifikoni këto emra që janë nënvizuar dhe vënë në pa, nga provat e shumta dhe të gjëra që janë parashtruar në këtë çështje lidhur me shënjestrimin dhe zhdukjen e tyre. Një shembull tjetër është prova 651, faqe 651, të cilat janë tani në ekran, faqet e cilat janë tani në ekran, nuk duhet të shfaqen për publikun.
Këtu kemi një shembull një flet arrestimi për një kundërshtar i cili është ndaluar dhe keqtrajtuar në Jeshkov. Gjithashtu, shënimet tregojnë mbi kçyre që është bërë lidhur me të njëjtin individ. Disa prej viktimeve janë arrestuar në shtëpitë e tyre ose në pika kontrolli, post nga persona të maskuar dhe të armatuar. Në shumë raste, antarët e UÇK-s nuk ju kanë dhënë të ndaluarve ndonjë arsye për arrestimin e tyre, përveç pohimeve të përgjithshme apo akuzave të përgjithshme. Disa u arrestuan pasi u urdhëruan apo u thirrën që të paraqiteshin në shtabet e UÇK-s. Për shembull, siç mund ta shihni urdhrin që është në ekranin tuaj nga PROVAP 1105, që mund të shfaqet publikisht, Jakub Krasniqi, në cilësinë e tij si zëvendës komandant i shtabit të përgjithshëm, urdhëroi antarin e UÇK-s Blerin Kuçi që të paraqitej në shtabet të përgjithshëm me 16 janar 1999. Në datën që mban ky urdhër, Kuçi u arrestua në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s në prani të Krasniqit, Recep Selimit dhe Fatmir Limajt. Në paraqitjet më parshme dëgjuat hollësi lidhur me këtë incident. Siç u përmend më parë, lidhur me rastet e ngjashme me këtë, ku viktimat ishin antarë të forcave të armatosura përfshirë UÇK-n, ata mbroheshin gjithsesi, pavarësisht kësaj, sipas nenit 14.1 të ligjit. Si shënim lidhur me këtë, kur bëhet fjalë për vlerësimin nëse një viktim mbrohej, është aktiviteti i tyre në kohën e kryerjes së krimit që është relevant, siç përcaktohet në paragrafin 602 të komentarit të Konventës 4 të Konventës së 4 të Gjenevës i 2025-s, citojmë, nuk ka vend për hakmarrje bazuar në ligjin humanitar, në të drejtë humanitare ndërkombëtare, përfundon citimi. Parashtrimet e mbrojtjes së thashur lidhur me statusin e disa viktimave tregojnë një fokusim të gabuar në pozitat e tyre të mëparshme që mund të kenë patur dhe jo në ato që ata kishin dhe mbanin në momentin e arrestimit dhe ndalimit. Disa prej këtyre parashtrimeve ishin thjesht të pasakta dhe keq orientuese. Për shembull, ndërsa mbrojtja tha që i përmend se dëshmitari W0138 ka punuar për policinë kur punonte për policinë kur u rrëmbya, nuk përmendet asgjë lidhur me pozicionin e tij konkret, që ishte elektricist, që është vlerësim relevant dhe ju ftoj të shikoni për këtë paragrafin 121 në dosjen tonë, ndërsa dëshmitari W0105 kishte punuar si oficer policie, ai nuk punonte më në kohën e arrestimit të tij. Pas arrestimit të tyre, viktimat u transferuan dhe u mbajtën ndaluar në vende që përdoreshin nga antarët e UÇK-s, në shumë raste si shtabet e UÇK-s, zyra, kazerna apo në vendet e afërta me to. Në Jabllanis, të ndaluarit u mbajtën të ndaluar në kazernat, dhe tani shihet imazhi i kësaj në ekran. Ky vend ishte i gjendej në afërsi të shtabit të UÇK-s në shtëpinë e Lahi Ibrahimit, të ndaluarit u mbajtën të ndaluar në dhomën që është në anën e majtë të ekranit, të ndaluar u mbajtën të ndaluar në 2 dhoma në shtëpinë që është në anën e djathtë të ekranit, që është po ashtu vendi ku Lahi Ibrahimit dhe Nazmi Ibrahimaj morën në pyetje dhe i keqtrajtuan të ndaluarit. Viktimave në vende të ndryshme u mbajtën të ndaluar për periudha kohore të ndryshme, pra nga orë, ditë, javë apo muaj të shumtë. Provat shkresore konfirmojnë dëshminë të dëshmitarëve lidhur me krimet për cilat janë ngritur akuza, përfshirë edhe kujtimi i tyre i qendrave të ndalimit në Bardhezi. P00738, që është në ekran tani dhe nuk duhet shfaqet për publikun, është një blok shënime që përmban regjistrin e ndalimeve ku tregohen datat për 52 personave që janë mbajtur të ndaluar në Llapashtic. Siç mund ta shihni në këtë faqe, disa ndalime kanë zgjatur me javë apo muaj. Për shembull, personi në numrin 9 është mbajtur më shumë se 5 javë i ndaluar,
ndërsa personi i renditur në numrin 8 është mbajtur i ndaluar 4 muaj. Të nderuar gjykatës, që keni pranuar prova, së shumë të ndaluar ishin të kufizuar në listë detyrë të lidhur dhe të sytë ju ishin lidhur, ndërsa transferoheshin apo mbashin të ndaluar. Shumë viktima janë mbajtur në dhoma të mbyllura me çelës, me roje dhe nuk ju është dhënë ushqim, ujë, qasje në kushte higjiene të përshtatshme apo trajtim mjekësor. Në Bar, një viktim ka kaluar 20 ditë nga ndalimi i tij 56 ditor në një dhomë 2 metër me 2 e errët pa dritare, duke përdorur një kuti të vogël si tualet, ndërsa kjo viktim është mbajtur ndaluar në një vend tjetër. Pjesëtarët të UÇK-s i kanë thënë atij që do ta vrisnin atë, ndërsa ai ishte i dobët si gishti. Ati ju dha shumë pak ujë apo ushqim gjatë kohës që u mbajti ndaluar dhe humbi 38 kg gjatë kohës së 2 muajve të ndalimit të tij në Llapushnik. Të ndaluarit të mbajtën në kushte njerëzore, përfshirë në një magazin dhe në një stall. Një prej të ndaluarve përshkruan kushtet të ndalimit kaq të ashpra saqë mendoi se vdekja do të kishte qenë opsion më i mirë. Një tjetër i ndaluar vari vetën ndërsa mbahej i ndaluar. Në kushte të vështira në vendet të ndalimit të tyre, të ndaluarit u morën në pyetje shpesh përpara, gjatë dhe pas rrahjes. Ata pyeteshin nëse kishin njohuri apo marrëdhënie me individ të tjerë përfshirë serb. Disa prej tyre u udhëzuan që të pranonin krime që nuk kishin kryer, shumë u akuzuan se ishin spion, bashkëpunëtor apo tërëdhar. Shumë u morën në pyetje apo u kërcënuan lidhur me mbështetjen e tyre apo rolin e tyre në LDK. Rreth datës 24 qershor 98, në shtabin e UÇK-s në Breshans, Hashim Thaçi u bëri thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës Abdyl Ramës dhe Uk Bytyçit që të jepnin dorëheqjen publikisht nga udhëheqja e LDK-s në pozicionet e tyre të udhëheqjes në udhëheqjet e LDK-s dhe të jepnin një deklaratë të regjistruar ku mbështesnin UÇK-n. Nën presion, Bytyçi pranoi, Rama u kërcënua dhe u kështrajtua nga Thaçi kur nuk pranoi kërkesat e Thaçit. Karakterizimi mbrojtjes së Thaçit i provave që kanë të bëjnë me rolin e zotit Thaçi në këtë incident nuk cënon në provat konfirmuese relevante, përfshirë ato mbi të cilat mbështetemi në paragrafe 394 dhe 395 të dosjes tonë. Parashtrimet e mbrojtjes së Thaçit lidhur me këtë incident shpërfillin në veçanti fragmentet relevante nga marrja në pyetje e dëshmitarit nga marrja në pyetje e dëshmitarit W03832 i përmendur për shembull në paragrafet 350 dhe 351 të dosjes tonë. Për parashkrimit e mbrojtjes së Thaçit shpërfillen gjithashtu kuptimin e drejtë portretit të qartë të provave relevante, siç janë ato apo dëshmive, siç janë ato të dëshmitarit W0440 të librit të tij, ku siç mund të shihni në ekran ai ka shkruar për shembull Hashim Thaçi, kënguli që u ka jo vetëm duhet të i jepte qëndrim apo mendime të fuqishme dhe vendimtare lidhur me UÇK-n, por ai kishte rezervat e veta. Ai donte të thoshte atë në një mënyrë që të mos i imponohen nga dikush tjetër. Rreth 2 muaj pas këtij incidenti, Recep Selimi ishte pranishëm dhe mori shënime, ndërsa i ndaluari merrri në pyetje një rikoc. Në përputhje me shembuj të tjerë të ndalimit nga pjesëtarët e UÇK-s, në këtë rast, në prani të Selimit, ky i ndaluar u mor në pyetje lidhur me bashkëpunimin e pretenduar të tij me zyrtarë serb. I njëjti person i ndaluar u rrah në mënyrë të ashpër dhe të përsëritur në të njëjtin ndalimi. Në kohën e ndalimit, e këtij ndalimi në Likoc, Likoci ishte tashmë përdori si shtabi të përgjithshëm, si seli shtabi të përgjithshëm,
dhe aty ishin mbajtur të mbashin takime mbledhje të shtabit të përgjithshëm, të akuzuarit të vizitojnë atë vend dhe të mbashin takime ndërkombëtar. Në muajin vijus, në shtator të 98-s, të dy Recep Selimi dhe Thaçi u përfshinë në një tjetër incident gjatë të cilit i ndaluarit u morën në pyetje duke shtrajtuar. Thaçi dhe Selimi arritën në një zyrë lokale vendore të LDK-s në Qerez, ku një delegacion parlamentar me pjesëtar shqiptar të Kosovës mbajnë ndaluar nga pjesëtarët e UÇK-s. Selimi dhe të tjerë transferuan 13 antarë të delegacionit në një ndërtesë të shkollës e përdorur nga UÇK-ja në Bajic, ku një grup i antarëve të maskuar të UÇK-s i rrahi ata në mënyrë të ashpër gjatë të paktën 6 prej të ndaluarve. Thaçi pastaj mori në pyetje të ndaluarit me Sabit Gecin, Thaçi u referua të ndaluarve si rrugovist dhe institucionalist dhe kërkoi që ata të jepnin dorëheqje nga pozitat e tyre parlamentare dhe të bënin deklarata me shkrim ku mohonin Ibrahim Rugovën, të cilin do të trajtojnë si tradhtar. Thaçi t'ju tha se të ndaluarit ishin keq trajtuar dhe ai pa lëndimet e tyre vetë. Thaçi dhe Sabit Geci transferuan të ndaluarit në Krasmirovsk, ku Geci në pranitë Thaçi kërcënoi që të vriste një viktim dhe Thaçi vetë kërcënoi një tjetër. Përpjekja mbrojtëse e Thaçit për të bërë të vlefshme në mënyrë ligjore mbajtjen në ndalim apo ndalimin e delegacionit, duke referuar kompetencave të ZPS-s për të ndaluar sipas ligjit që rregullon funksionimin e kësaj gjykate, është simptomatike e natyrës jo logjike dhe të palogjikshme të parashkrimeve të mbrojtjes lidhur me këtë incident. Siç është përcaktuar për shembull në vendimin e konfirmimit, privimi nga liria i bërë nga pjesëtarët e UÇK-s duhet të justifikohet nga një procedurë penale apo arsye të bazë arsyeshme për besuar se ka shqetësime të sigurisë që bëjnë atë, citojmë, absolutisht të domosdoshme, dhe mbyllim citimin. Në çështjen Shala, paneli gjykatës e dhomës së gjykatës së apelit vuri në dukje se në mënyrë që një ndalim të cilësohet apo të pranohet si absolutisht të domosdoshëm, duhet të ekzistojnë arsye të rëndë, të serioze dhe legjitime për të menduar se një personi në fjalë, përmes aktiviteteve, veprimeve të tij, njohurisë apo aftësive të tija përbën një rrezik kërcënim real të sigurisë së tanishme apo të ardhshme. Përpjekjet e mbrojtjes së Thaçit për të interpretuar, për të karakterizuar synimet e delegacionit të ndaluar si diçka ndonjë gjë tjetër se sa ato që ishin humanitare, shpërfill provat e qarta dhe në asnjë mënyrë nuk jep të rreguar se ndalimi ishte absolutisht i domosdoshëm. Përpjekjet e mbrojtjes së Thaçit janë të gabuara, pasi pikpamja e zotit Thaçi e pohuar gjatë një intervistës me ZPS lidhur me statusin e pjesëtarëve të delegacionit, bazuar në atë. Kjo është nga prova 500739.8. Përkundër asaj që zoti Thaçi pohon këtu, ata që përbënin delegacionin parlamentar të ndaluar në Qerez ishin civil. Shtrembërimi nga zoti Thaçi i nocionit të luftëtarit është përpjekje e qartë për të justifikuar aktivitetin e tij kriminal. Përkundër çastive selektive të mbrojtjes së Thaçit dhe të Selimit ndaj provave lidhur me incidentin e Qerezit, trupi gjykues duhet të marrë parasysh të gjitha provat në tërësi, përfshirë provat shkresore, siç janë komunikimi për shtypje i drejtorisë së policisë ushtarake të UÇK-s në P0158. Lidhur me këtë dhe incidentet e tjera, trupi gjykues mund dhe duhet të mbështetet në reagimet e hollësishme, të besueshme dhe që përputhen të konfirmuara të dëshmitarëve relevant që kanë dhënë dëshmi në këtë sallë gjyqi. Trupi gjykues duhet po ashtu në të mënyrë të ngjashme të mbështetet në provat e mëhershme të vetë zotit Thaçi lidhur me këtë incident dhe jo në përpjekjet e mëvonshme për të tërhequr nga e vërteta.
imazhet që paraqiten në ekran tani janë nga intervista zotit Thaçit dhënë ZPS-s në janar të vitit 2020 lidhur me këtë incident. Dhe po lexojmë. Pyetje: në atë kohë në Bajic, a keni qenë dëshmitar, a keni parë ndonjë plag lëndim në zotin Dedaj? Përgjigje: nuk kam parë, por kam dëgjuar se ai kishte, sepse ishte i veshur, por nuk kam parë asgjë në fytyrën e tij. Pyetje: në atë kohë a e dini a ishte rrahur ai apo ishte keq trajtuar? Përgjigje: po. Pyetje: lidhur me zotin Dela apo zotin Bardhi, si e dini që ata ishin keq trajtuar, rrahur apo keq trajtuar nëse nuk e keni parë këtë gjë? Përgjigje: e kam dëgjuar këtë nga ushtarët e tjerë që ishin të pranishëm aty. Pyetje: në atë kohë? Përgjigje: po, përpara se të shkoja në shkollë në Bajic. Pyetje: juve ishit informuar nga ushtar përpara se të shkonit në Bajic se zoti Dela dhe zoti Bardhi ishin keq trajtuar? Përgjigje: po. Pyetje: kush thanë ata i kishte bërë këtë rrahje? Përgjigje: ata më thanë, por unë verifikova këtë kur shkova aty. Do të flasim për këtë në intervistën e ardhshme. Megjithatë, në intervistën e ardhshme, 6 muaj më vonë, versioni i ngjarjeve që dha zoti Thaçi ishte në mospërputhje dhe i palogjikshëm, duke pretenduar se lëndimet të cilat kishte përmendur 6 muaj më parë ishin morale dhe jo fizike, dhe këtu po referohen provës P00742.3. Përveç nëse ai po kishte fjalën për lëndime fizike, nuk ka asnjë arsye të mundshme pse zoti Thaçi në janar të vitit 2020 do të ishte referuar një viktime si ishte i veshur si arsye për të cilën ai nuk ishte parë lëndimet e viktimës. Dhe në të njëjtën mënyrë zoti Thaçi nuk do të ishte përgjigjur duke thënë: me thanë ata, kur ai u pyet kush thanë ata që i kishte bërë rrahjen. Rreth një muaj pas incidentit të Qerjezit, Hashim Thaçi me Fatmir Limajn mori në pyetje 2 gazetarë serb, ndërkohë që ishin të mbajtur të ndaluar në sellar. Fakti se vetë viktimat nuk ishin në gjendje të identifikonin Thaçi si njëri prej atyre që i mori në pyetje, nuk cënon provat e W04839, të cili interpretoi përktheu për zotin Thaçi gjatë marrjes në pyetje. Në argumentin e tij lidhur me këtë incident, mbrojtja Thaçit pohon se W04839 nuk ishte në gjendje të identifikonte natyrën e rolit të Thaçit. Megjithatë, provat që vetë ata citojnë në mbështetje të këtij pohimi tregojnë se dëshmitari dinte se zoti Thaçi ishte në departamentin politik. Pavarësisht kësaj, njohuritë konkrete të lidhur me rolin e zotit Thaçi në UÇK në atë kohë, në kohën e marrjes në pyetje, kjo nuk është relevante sa i takon çështjes nëse ai mori pjesë në këtë marrje në pyetje apo jo. Lidhur me pretendimet e pambështetura, pabazuara të mbrojtjes së Thaçit, sa i takon dëshmitarit W04839 mbështetshmërisë së tij, përfshirë lidhur me këtë incident, i referoj të nderuar gjykatës tek paragrafit 1441 deri në 1447 të dosjes tonë. Kërcënimet dhe marrjen pyetjet ndaluarve nga anëtarët e UÇK-s ishte në vazhdën e kërcënimeve të shprehura përmes komunikatave dhe deklaratave të tjera publike të bëra nga shtabi i përgjithshëm dhe anëtarët e tij. Gjatë transferimit të 2 viktimave në një qendër ndalimi, ku ata do të mbashin pastaj të ndaluar pothuajse për 1 muaj, pjesëtarët e UÇK-s që u prezantuan si nga shtabi i përgjithshëm rrahen 2 viktima dhe ata u thanë atyre që do të dënoheshin me vdekje, pasi Ibrahim Rugova ishte tradhtar dhe LDK-ja ishte UDB. Ngjashëm me këtë, gjatë arrestimit 2 viktima të tjera, të cilat do të mbaren pastaj të ndaluar në Likos, ushtarët e UÇK-s ju thanë atyre se ata do të i likuidonin ata sepse ishin me LDK, tradhtar dhe bashkëpunëtor serb. Kur u mbajtën të ndaluar në Likos, njëra prej viktimave u akuzuar se ishte spion dhe bashkëpunëtor. Pjesëtarët e UÇK-s i thanë atij se do ta vrisnin ata dhe gjithë ata që mbështetnin Rugovën dhe i kërkuan
Dhe pyetën atë pse nuk ishte në anën e Hashim Thaqit, kërcënime të tilla dhe pyetje të tilla. Për shembull, të kësaj gjuhë gjenden në dokumentin që është në ekran. Kjo është komunikata 21 ku shtabi i përgjithshëm kërcënon që do të tregohet i pamëshirshëm kundër pushtuesit dhe tradhtarëve. Komunikata 43, siç e shihni, shtabi i përgjithshëm pasi bën thirrje të gjithë shqiptarët që janë në gjendje të bëjnë të gjë, të bashkohen me QK, duke kërcënuar me vdekje armiqt dhe tradhtarët. Në provën 287 që është në ekran tani, komunikata 48, shtabi i përgjithshëm bën thirrje të gjithë forcave politike të arsyeshme që të distancohen nga politikat anarkiste, mashtruese, ndarse, ndërkombëtare, në emër të institucioneve fiktive, në përpjekje për të eliminuar institucionet e vërteta kombëtare dhe UÇK-n e saj. Shtabi i përgjithshëm vazhdon dhe thotë, çdo veprim që vën në rrezik interesat e ADV-ut dhe qëllimet e luftës lirimtare do të dënohet dhe ndëshkohet. Gjuha përdorur nga anëtarët e UÇK-s gjatë kohës që marrin në pyetje dhe kërcënojnë dëshmitarët, paraqitet gjithashtu në gjuhën kërcënuese të përdorur nga Jakub Krasniqi, që është në provën që kemi këtu P00809, nga Hashim Thaqi dhe që pasqyrohet në P00387 dhe Recep Selimi, që pastaj doli gjatë dëshmisë të datës 26 qershor 2024. Një karakteristikë tjetër e ndalimeve, të cilët paraqiten në akt akuzë dhe që shfaqet në mënyrë të përsëritur, është të ndaluarive nuk ju dha asnjë garanci për proces të mirëfillt. Në shumë raste atyre nuk u jep as informacion i përshtatshëm lidhur me arsyet për arrestimin dhe ndalimin e tyre. Atyre nuk ju jep mundësia që të kundërshtonin arrestimin apo ndalimin e tyre. Ata nuk u paraqitin, nuk u dërguan përpara një gjykatësi apo autoriteti kompetent dhe nuk u akuzuan apo ngarkuan me ndonjë krim apo dënuan. Hashim Thaqi dhe Fatmir Limaj gënyen lidhur me ekzistencën e procesit të tillë të mirëfillt, të drejtave për një proces të duhur dhe të drejtë në nëntor 1998, në diskutimin që patën me përfaqësues të Human Rights Watch. Por edhe gënjeshtra e tyre se dy gazetarë serb të cilët mbashin të ndaluar ishin gjykuar në mungesë pa patur qasje tek një avokat dhe tani po vuanin dënimin e tyre, tregon mungesën e procesit të duhur. Vite më vonë, Thaqi konfirmoi se, dhe po citojmë, UÇK-ja nuk kishte proces ligjor apo juridik, një mekanizëm të tillë. Kjo është diçka që është shpikur. Ky citim është nga P0074214. Garancitë e procesit të duhur mungonin edhe kur gjatë marrjes në pyetje në disa vende ku anëtarët të UÇK-s kanë marrë në pyetje persona duke vepruar në cilësi pseudo-gjyqësore. Të nderuar gjykatës, kjo ndoshta është momenti i dur që të bëjmë pushimin, gjykatësi në rregull do të bëjmë pushimin e drekës tani dhe kthehemi në orën 2:30. Seansa ndërpritet, sekretari të gjithë në këmbë. Pushimi bëhet në orën 12:56.